pasha Allahin, nuk ka që ka të bën namazi, as haqërimi, as zëqati, as haqëllëku, nëse ti nuk fol me nona dhe me babë. Ka thonë Muhammedi alayhi salatu wassalam, mirë aj njeri që Allah ja ka bo nasib me zonë pleçnia, babën edhe nonën kujdesin e ti, e ky nuk e fiton gjennetin hatri kujdesin që ka bo për ta. A ka bamirësi më të madhe se sa bamirësia ndaj babës edhe nonës. Wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Edhe mos i thuj babës edhe nonës as fjalën uff. A e dini o xhamat se çfarë sjellje na sot kemi me prindin marre? Zguzon me të vetë kur del pi shtëpis ku po shkon. O i rini, Allahi përveç besimit në Zot, gradën e dytë e ka lyp për respektin, dashnin për babën edhe nonën. Edhe ka thonë nuk guzon me u thonë as fjalën uf. Wala tanharhuma, nuk guzon me u nejt mralt, vrazhd. Wa qul lahuma qawlan karima, sa herë flasësh me ta, fol but, amël, qesh, buzqesh. Asiherë ata nuk u mërzitën, ata i ka zgjidh Zoti se bep me kon ti dhe unë dynja. Ata nuk u mërzitën asnjëherë nga ti. Sa herë ja u kemi prish gjumin, sa herë në bark nuk i kemi lënë rahat nonën, sa herë na smut jemi kon ata e në kon smut, më shmut se sa na. Sot u bëm Zoti vetvetit, neve i thym babës rriti se nuk din. Marre, nuk ka bamirësi më të madhe se sa me prindin. Të kemi kujdes për hatër të Zotit. Him Ramazan, ti falem krejt ata çka jenë hakin ton. Baba dhe nona kur s'jan hak. Kur. Ka thonë Muhammedi alayhi salatu wassalam, o suni del hakës edhe mas dekës ti. Ka thonë qysh mas dekës? Mas dekës me abo zjaret farefisin, migjen, vllaun, motrën, me abo zjaret e me nëse ka nevoj me shku me kujdes për ta, haki prindit, e le mos a i ki gjallë, po edhe tjertë jashta familjes musht. A do një bre me konë të falë nesër për Zotit, mësohemi me falë edhe na.